أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين Allahun Azza wa Jalla falënderojmë, prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet I dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me komentimin e Suratul Qalam, ku me lenin Allahut Azza wa Jalla sot do të fillojmë me komentimin e ajetit 34 të kësaj sure, ku thot Allahu subhanahu wa taala: Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Thot Allahu subhanahu me të vërtetë thot, unë për devotshmit, për muttaqinët, ata të cilët mes vetes dhe haramit kanë pend dhe kanë ndërtu dhe të pengesat që të mos kalojnë nga ona e haramit, dhe kjo është ajo arritja e devotshmërisë takvallëkit, që besimtari mes vetvetes dhe haramit të vendon pengesa, ashtu si që vendon penges mes shtëpisë tënde dhe rrugës me mur, që të dallon ajo që është e ytja nga ajo që është e huaja, ashtu besimtari vendon pengesa mes vetvetes dhe haramit, që të mos kalon ka harami. Thot Allahu dhe për këta thot të cilët janë devotshëm, Jannatin inda rabbihim jannatin na'im, tek Zoti I tyre kanë me gjetë kopshte dhe mirësi, xhennete, grada të mëdha të xhennetit dhe na'im mirësi. Vetë fjala xhennet është mirësi, por Allahu Azza wa Jall këtu thot jannatin na'im, xhennete dhe mirësi, që disa komentatorë kishin komentu këtë ajet kuranor duke thonë se Allahu për devotshmit, për ata të cilët janë muttaqin, ka përgatitur të mira mbi të mira, kënaqësi mbi kënaqësi, duke dashur apo me dije të devotshmëve se edhe pse ti largohesh nga disa ndalesa që I kin këtë dunjë, shkaku se frikësh nga dënimi I Zotit, mos mendo se ky mund ka me shku ti kot, por se Allahu shkaku I këtij largimin këtë dunjë, ka me t'i afru dhe ka me t'i mundësu shumë mirësi dhe begatin ditën e gjykimit në xhennet kur do të vendosesh. Allahu na bëft nga ata. Pra Allahu Azza Jall për muttaqinët, për devotshmit, ka përgatitur të mira mbi të mira, kënaqësi mbi kënaqësi, vetëm shkaku se këta në këtë dunjë janë larguar nga të këqijat dhe haramet që Allahu ua ka ndaluar. Afa naj'alu al-muslimina kal-mujrimin? Thot Allahu, a të bëjmë barabartë muslimant edhe zullumqart? Disa ka thonë, këtu qëllimi është, kal-mujrimin është për qëllim jo besimtart. Thot Allahu, si mendoni t'i lot barabartë muslimant me jo muslimant? A të bëjmë këta njëjtë me këta? S'ka mundësi. Ma lekum kejfe tahkumun. Thot Allahu azza në vazhdim, ma lekum kejfe tahkumun. Çfarë logjike kjo? Si ka mundësi që kështu të mendoni dhe kështu të gjikoni? Çfarë logjike është nosh dhe çfarë drejtësi është kjo që unë t'i bëjt barabartë muslimant me jo muslimant? Nuk është e mundur një gjë e tillë, por se muslimanëve ju takojnë këto mirësi dhe begati që janë në xhennet, e jo muslimanëve dihet se çka ju takon, xhehenemi padyshim. Dhe është besim I muslimanit dhe është prishje e besimit dhe akidës me pas dyshim se jo muslimani a ka me hinë xhehenem ajo. Muslimani ka me hinë xhehenem. Çdo kush që s'ka besu Allahun dhe nuk ka besu në pejgamberllëkun e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka me hinë xhehenem. Si dush në gjithja emrin, si dush në gjithja nacionalitetin, ati I takon xhehenemi. Nëse në Allah s'ka besu, e në pejgamber nuk është nënshtru, ai pa dyshim se do tjetë nga banorët e xhehenemit.
Allahu azza wa thot e fanaj'alul muslimina kal mujrimin. Do ta lëm barabart muslimanët me jo muslimanët. Ma lakum kayfa tahkumun. Si ka mundësi që të kështu të gjikoni? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Thot Allahu azza wa jalla, ja s'keni ndaj kitab, as keni ndaj libër, ndaj shpallje nga e cila ju mësoni, as keni ndonjë referencë në të cilën ju ktheheni kur dini me marrë ndonjë gjykim, ndonjë vendim, apo i thëni fjalë të ashtu në hava, që është fatkeqësia më e madhe se jo muslimant rallë herë bazon librat e veta fetare. Dhe shumicën e rasteve muhabetit i kanë hava, askund nuk ju bazohen. Dhe shkaku i kësaj logjike dhe metode në fe, shkaku i kësaj ata për çdo vit kanë tubime të veçanta ku klerikët e tyre fetar mblidhen në vend caktuar dhe bëjnë korrigjimin e Biblës. Kjo është fakti i njohur se ata për çdo vit mblidhen dhe bëjnë korrigjimin dhe përmirësimin e Biblës, që mendojnë se është libër i shenjtë të ata, mblidhen klerikët dhe çka e korrigjojnë librin e shenjtë ata, sikur na muslimanët, Allah i mos e boft, mu mbledhen dhe çka me bë korrigjimin në Kur'an. A është kjo e mundshme? Nuk mundet. E tek ata mundet. Për këtë çka thot Allahu, am lakum kitabun fihi tadrusun. As keni në kitab, në libër të shpallur nga Zoti që të ktheheni tek ai, që të mësoni? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Thotë ndoshta do të gjeni diçka në atë libër nga ajo që ju mendoni, që ju nuk jeni të vendosur, që ju keni dyshim. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawm al-qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Thot, apo na jepni ndonjë besim, ndonjë betim, ndonjë premtim që do të vazhdon deri në ditën e gjykimit. Që do të vazhdon deri në ditën e gjykimit, na jepni ndonjë fjalë, ndonjë llaf, ndonjë premtim ku na do kemi mundësi mu mbështet në llafët e juve, i cili ka me vazhdu deri në kiamet. E thot, si gjikoni ju kështu? Selhum ejuhum bidhalike zaim. Thot Allah, o Muhammed, pyeti se kush prej ata ka mu bo garancë, kush ka me garantu për këto llafe, për këto betime, për këto fjalë që i thënë. Dikush du të me garantu, me i dalë llafet mbrapa, me i qëndru mbas llafet. Pyeti se kush ka me qenë dorëzan për llafet që i thënë. Në del dikush që kam ju ndet mbrapa llafeve tëmve. Që të ishin llafet e tëmve? Se mohonin pejgamberllëkun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mohonin vërtetësinë e shpalljes. Dhe Allahu azza wa jalla ju thot, hajde dëni llaf, dëni premtim, bërni deri në kiamet që do të vazhdoje. Gjojni dikant që kam ju ndet mbrapa me llafe, apo dëni shpallje, dëni libër, dëni argument prej fejsë juve që e mohon për nga mërlëkën e Muhamedit s.a.s. Mbështetu dikon, argumentoje me diçka. Argumentoni me diçka. Pastaj thot Allahu azza wa jall, am lahum shuraka falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin. Kjo kërkesë është hipotetike që s'ka mundësi mu plotësu. Por hipotetizmi ndonjëherë disa kërkesa hipotetike vetëdijsojnë persone. Kur dikujt ndonjëherë lip diçka që ai s'e realizoje, e merr vesh të fuqinë e vet. Dhe kjo metodologji është e përdorur në Kur'an. Kjo metodologji është e përdorur në Kur'an. Kur dikush pretendon se është shumë i mençur, shumë i madh, shumë i dijshëm, që mendon se ai meriton të adhurohet, Allah zë shpesha në Kur'an thot, falyakhluqu dhubab. Ne ta kryejmë bile, nëse ata janë qaq të mençëm e të fuqishëm, bile një mickoj ne ta kryejnë. Hajt ne ta bëjnë një mickoj. Dhe kjo kjo sfidim në Kur'an ka mbet deri në kiamet. Na çdo kujt që mendon se është shumë i mençëm, shumë i dijshëm, që s'ka ai zor për Kur'an as për pejgamber, thonë mos i ti çaq te ka këshë i mençëm, e i madh, e i fortë.
hajde be një mickojnë dreqete. Dreqe një mickojnë. A e vetë marë pjesë pja ti këto, të ndreqe një mickojnë. Ama sikur mickoja, pa benzin, pa rjum të hece. Ha? Dhe Allah Azza wa Jalla thot, em lehum shuraka, mase që ata kanë zotra që i adhurojnë, felje tu bi shurakahim. Hajt në të shtinë zotnat e vetë që ata mu bo dëshmitar. In kanu sadiqin, nëse janë të sinqert, nëse e kanë tamam, hajt zotnat e atimve në dalin e dëshmojnë për ta, në të folin për ta. A folin idhujt putat prej gurit e drunit, s'mujnë me fol. A s'mujnë mu bo dëshmitar. S'mujnë mu bo dëshmitar për fejnë e vetë, s'mujnë mu bo dëshmitar. Sive, adhëron nga idhtarët e vetë edhe shtas ju dalin krah idhtarëve të vetë, po së një dalin krah, sepse adhëron me të pa drejt, vetëm Allahu Azza wa Jalla adhërohet me të drejt. Çdo kush pos Allahut adhërohet me të pa drejt. Dhe Allahu Azza wa Jalla ju thot, hajt thirrni zotrat e juve në të vinë, në të dëshmojnë, në të thënja dillafe se ju e pas tamam, nuk kanë mundësi më. Kjo është kërkesë hipotetike e pamundshme, që s'kanë mundësi me realizu mushrikët. Edhe apet kanë vazhdu në të veta. Thotë Allahu Azza wa Jall, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Thotë Allahu Azza wa Jall, në atë ditë, në ditën e kiametit, yukshafu an saq. Allahu Azza wa Jall do ta shpalon kërcekun e vet. Apo kërcikun e vet. Saq. Kjo është njëna nga cilësitë e Allahut Azza wa Jall. Sikur që Allahu Azza wa Jall thotë që i ka dy dorë, sikur që Allahu Azza wa Jall thotë që sheh, sikur që Allahu Azza wa Jall thotë që ka fuqi, kudret, sikur që Allahu Azza wa Jall që thotë se don dhe uren dikan, sikur që Allahu Azza wa Jall që thotë se është krijues dhe kështu me radhë, Allahu thotë se ka kërcik. Shumë shqip ki fillafi kërcik. E li pa pak ma se lachki me gjejtë si për neve, s'kish laf. Edhe këtë se në mora vesht, po dhe duhet me kalzu praktikisht. Saq, në gjuhën arabe i thënë kësoj pjesës, prej që kësoj zogzës, deri këto. Në arabisht që kësoj pjesës i thënë saq. Tamam, prej të qki koci, deri këto. E shqip si i thënë, gjojnë edhe kalzom një ma mirë. Stiv. Allahu Azza wa Jall, në ditën e gjykimit thotë se ka me shpalu sakën e vetë. Çfarë saki ka Allahu? Si e ka, çka e ka, na atë nuk e dim. Se Allahu Azza wa Jalla thotë, lejse kemithlihi shay, Allahut nuk i përngjan askush dhe asgjë. E jona është me besu se Allahu ka sak. Këtë sifat Allahu Azza wa Jalla e përmend në Kur'an dhe ne kemi obligim, fe, iman, besim, akide, me besu se Allahu ka sak. Nëse lexonin shumicën e përkthimeve të Kur'anit, keni me pasë se përkthejnë fjalën sak. Po e përkthejnë ndryshe që përkthimet e tilla janë gabim. Shkaku se përkthyesit janë ose Eshari ose Maturidi, fatkeqësisht. Që bjen ndesh me akiden e ehli sunnetit, bjen ndesh me imanin dhe besimin që i kanë pas Ebu Hanifja, që i kanë pas Imam Maliku, Imam Shafiu dhe Ahmed ibn Hanbeli. Nëse merr dhe lexon besimin e atyve, ata kanë besu se Allahu ka sak. Nëse lexon përngjasuesit që Allahun e përngjasojnë me krijesat, ata thonë se Allahu nuk ka sak. Allah thot sak, ata thonë jo, s'ka sak. Po çka kanë sak? Se në fuqi e Zotit. Nëse dina se Allahu ka kudret. Allahu thot Kadir për veten kur do me ka du se ka fuqi. Kadir thot për veten kur do me tregu se është i fuqishëm. Aziz kur do me tregu se është i fort. E këta matmenqëm thonë se Allahu s'pas ka sak. Kjo akide nuk është akide e sunnetit. Ti jemi të qartë. Shqip, mirë, Allahu ka sak. Si dush përkthej fjalën sak shqip. Allahu ka sak. Si e ka, çka e ka, na nuk e dim. E jo një është me besu se Allahu e ka dëshmu në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka dëshmu në sunnetin e tij.
hadithin që transmetohet në Sahihun Imam Buhariut dhe Muslimit, thotë se Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit ka më shplu sakun e vet. Për këtë shkak, Imam Malikun rahmetullah alej në një rast erdhi një bidatxhi e pyeti në xhamin e vet, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pyeti për istivan, për faktin se Allahu Azza wa Jall qëndron mbi arsh. Dhe ky shembull vlen për gjitha cilësitë e Allahut Azza wa Jall. I tha, çka është istivaja o imam? Imam Maliku i tha, el istiwa'u ma'lumun, wal kayfiyatu majhulun, was su'alu anhu bid'atun. Akhriju hadha al mubtadi' min al masjid. Kështu ka thënë Imam Maliki. Kur e ka pyetaj në formë provokuese dhe i ka thonë çka është istivaja, çka është se Allahu qëndron mbi arsh. Ka thonë istivaja është e ditun. Krejt na e dim çka është istiva. Krejt na e dim se Allahu qëndron mbi arsh. Wal kayfiyatu majhul, tha si qëndron në arsh, ata nuk e dim na. Atë nuk e dim thana. E tha me bo pyetje për kësi mesile, tha është bidat. Tha ketë bidatxhi për zemani prej xhamis. Edhe morë e për zemën prej xhamis. Tha ketë bidatxhi ma largone prej xhamis. Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit ka me shplu sakun e vet. Si, qysh, tekna, nuk e dim atë. E dim dhe kimi iman, besim në Allah, sepse kimi thonë se kimi besu se Kurani është shpallje prej Zotit, që me besu në emra dhe cilësit që Allah i ka përmend për vetë vetën, me i besu si që ka thonë aj. Pa filozofu, pa shitment, pa të regu palavra, pa i shtembru, pa i deviju kuptimet kuranore që përmendën Kur'an. Besimi e ehli sunnetit, akide e ehli sunna wal jamaa, është se Allahu ka sak. Ky ka qenë besimi 4 imamave. Ky ka qenë besimi sahabëve radhiyallahu anhum. Dhe kështu ka vazhdu të jetë besimi i ehli sunne wal jamaa hakikat deri në kiamet, kështu me lenin Allah ka me vazhdu. Allahu ka sak, në ditën e gjykimit ka me shplu këtë sak. Wa yud'auna ila sujudi. Dhe Allahu ka me i thirr njerëzit me bo sejdë. Fala yastati'un. Nuk kanë me mujt me bo sejdë. Allahu na ruaj nga kjo kategori. Allahu ka me thirr njerëzimin me bo sejdë. Kurse disa njerëz nuk kanë me mujt me bo sejdë. Pse? Nuk kanë me mujt me bo sejdë munafikët, të cilët janë falë në këtë dunjë për mi pa njerëzit. Derisa në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmendet edhe për munafikët, edhe për jo musliman të cilët s'kan falë namaz, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në ditën e gjykimit krija edhe shpina ka më vëbu një. Përmendet në hadith tamam kanë me dash me bo sejdë kur Allah do t'i thinë sejdë, me ca me shku për para, me balë me ranë tokë, kanë me ranë me shpinë tokë, me kafkë. Pse? Sepse kur është thirë për ezan, ata kanë dejtë kokë shpindës, se kanë pas gajle. E Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit ka me i nënçmu, kur muslimanët e devotshëm të mirë, e se çdo gjitë, kanë me qenë në sejdë dhe kanë me përgjigj kërkesës së Allahut. Kur ai do t'i thirë që mi bo sejdë Allahut, shenë madhërimi dhe falëndërimi ndaj Zotit, musliman duke qenë në sejdë, ata tamam të dash me ranë sejdë, Allahu ka me nënçmu, kanë me ranë kokë shpindës, në shenë në nënçmimi e poshtrimi, dhe për të dallu para gjithë njerëzimit, i cili njerëzim ka qenë dhe i kryum prej Ademin a.s. deri në njeriu në fundit. Gjithë kanë mi pa ata kush janë. Sepse këta kanë me qenë sejdë, ata kanë me qëndru në kokë shpindës. Pse? Ose s'kanë bo kur Allahu sejdë, shko se kanë qenë jo musliman, ose janë falë për sy e fatësi. Për mi livdu dikush, për mi pa dikush. E ku si kanë pa njerëzit si janë falë heq. O, Zot na ruaj nga këta, nga këto cilësi, dhe na ruaj nga këto njerëz, dhe mos na bën të tillë dhe na mundësa që të bëjmë sejdë në momentin kur ti ke shplu sakën tënd, o Zot. Thot Allahu Azza wa Jall, khashi'atan absaruhum
tarhaquhum dhilla khashi'a absaruhum. Thot shikimin do ta kenë të ult. Njerëzit të cilët kanë mujt me bë sejdë, kanë me majt sytë e poshtë. Krinjt e poshtë kanë me majt. S'kanë me mujt me këshirë drejt. Sepse për me këshirë drejt dush me konë krenar. A ki pa njëri kur është me behane, kur e thirë gjykatë si para vetës, e diktanti se e ma krinjt e poshtë. E ma krinjt e poshtë, si të poshtë e ma, s'ka ftyrë me të këshirë një sy. E njerëzit e tillë që s'kan bë sejdë në këtë dunjo, apo kanë qenë munafika, dyftyrësha, të cilët janë falë për sy e fatësi, kanë me pas shikimin e ultë, s'kanë me mujt me këshirë. Tarhaquhum dhilla, edhe kam i kaplu në nënçmim, poshtrim, kanë me qenë në nënçmum, kanë me qenë në nënçmum e të poshtrum, s'kanë me parë personalitet, për dallim prej muslimanve, prej sejdëgjive, që të regon se ai që si ka rokur në sejdë e Zotit, ku i ka me pas vendin, me cëllën kategorit njerëzve ka me konë në dunjë. Që ka me menja, kur shplohet saki Allahut, me kanë do tjenë ata, cëllën grupë, ka këto sejdë e gjitë, a ka ato munafikat e qafirat, ka ato e ka vendin, në qatë rënd ka me konë, qatë tabar, pa e bo sejdë Allahut ku në këtë dunjë, zdi me bo sejdë edhe në dunjë. Allahu në e marë shpirtin me sejdë, vllazni. Në e mundësof që jetën të ashqojmë deri në frymën e fundit me sejdë, me namaz. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Thotë Allah, ata në këtë dunjo i thirshmi me ezan që me ardhë me bo sejdë wa hum salimun, duke qenë të shëndosh, duke pas mundësi me bo sejdë, ata zvishin. Hayya ala sala, zvjen. Hayya ala fala, zvjen. Kad kameti sala, apë zvjen. I thu, bo namaz, u qumë më për namaz më falë. Hajde në namaz zvjen, hajde në shpëtim zvjen, hajde se më janisim me namazin, ta më të lidh mas imamit, apë zvjen. 3 thirrje, 3 shansa, namaz nuk vjen, shpëtim nuk vjen, me u lidh imamit nuk vjen, duke pas mundësi, duke pas shëndet, takat, fuqi, duke pas ball, midis për me rënë sejdë, wa hum salimun, thëtë Allah, duke qenë të shëndosh, nuk vishin me bo sejdë. Ama në dunjo, ki me dash me bo sejdë, ta dini, edhe Firauni ka me dash me bo sejdë në këtë kërkesë të Zotit, s'ka me mujtë. Edhe ajpës, edhe pse ka qenë mohues, edhe pse i ka bo kufër Allah, edhe pse ka pretendu se është vetë Zot, nuk ka me pas mundësi me bo sejdë. Edhe ajë do t'jep turr me bo sejdë, ka me rënë kokë shpinës. Ka me rënë me kry, me kafkën e vetë në tokë, i nënçmum, i poshtrum, s'ka me pas mundësi me bo sejdë. Ama edhe ajë ka me bo turr, ka mu mundu të ban sejdë, s'ka me pas mundësi. Sepse ajo që nën kuptohet nga kjo se çdo kush që ka me bo sejdë kur shplot saki i Zotit, ka me shpëtu nga xhenemi. Përke çak gjithë bëjnë turr me shpëtu, e shojnë xhenemin përpara, azabin përpara e kanë. Ama me bo sejdë s'kanë me mund me bo sejdë. Pse? Sepse kur kishin mundësi me bo sejdë, ata nuk bënin sejdë. Kështu dhe, wa hum salimun, wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Thot Allah, na i thirshmi marrë me bo sejdë, kur ata kishin mundësi, ishin të shëndosh salim, do më thonë me kon njeri i shnosh. Tamam me pas dur, ball, dhe kështu me radhë. Më kujtohet një intervist që pa të mbo një djaloshit të ri handicap, të cilët asgjë nuk i funksionon nga trupi i vet. Përveç se mendjes, syve dhe gojës, dhe veshëve. Gjithë trupin të paralizum. I paralizum, i palëveshëm.
Ama i mençëm inteligent sa ta dush. A dini pse? Sepse ky person falke namaz. Edhe e pyet ai gazetari, thot, apo ma tregon poshtë Zotin, tha, çfarë dëshire ta kishe pas ti? La ilaha illallah, djalosh i ri, handicap, i paralizum, kur gjos funksionon të kaj. Tjerë të japin me hongë, me pi, tjerë të qenë ku ka nevoj. Pas Zotin, neve me arë me nga vetë që shtash. Me të natë mira që i kemi, që kështë pas, me thonë dikush, që ka donë një dëshirë me të plëtsum. Që kështë mi thonë? Ma pali dhe përgjigjes kishe një. Unë dhe të kësha lip një Mercedes, a dhe të kësha lip një nuse, a tjetër një zgratë për skatëshe, a tjetër i ketë, a dhe në shka lip i këtë djali? Ti keme thonë ka lip hoqë mushnosh, jo vallahi. Tha, e kam vetëm një dëshirë të flakt. Tha, në qka është e dëshirë? Tha, mi bo sejsh dhe Allahot. Allahot ma banë nasip me badhin të më të binë në tokë. Qka thuti që ki mundësi për dit mira Allahot në sejshde dhe si bje? Si thunë? Tha, dëshira im është me këtë balë mira në sejshde Allahot. Zdu, tha që tërsa. As pare zdu, as shnet nuk du, as nuse nuk du. Du në sejshde mira Allahot. Edhe pse falki ki namaz, me një shan, me shenja falki namaz. Ama sejshde me ras mi kema sejshde. Ku jeti o musliman? Ku është përmallim jëtë për namaz? Me sa përmallim në e presmi namazin? Hajde pyte vetën, tja e falë namazin, që të rahatohesh prej namazit, apo e falë namazin, që të rahatohesh me namaz? Shumë ka dalim kjo prej kësaj. Mërzi e madhe, piklimi madhe, kur ta nish dikan, që këta e ki qafës drejken të fali. La ilaha illallah. Trahatona pi drejkës. Jo, thuj trahatona me drejk. A me atësia me aksham, se na me namaz rahatomi. E jo ta ikmi qafës namazëve të falë, me qashtu të krim obligimin, rutin të abim namazën. Allah zi, shumë ka dalën. Allah në përmisof halën e gjendjen, e në bath nga ata që i merë mali për sejgjde. Vëllaj, para pun, i pari testi një muslimonit ka me konë sejgjja namazin ditën e gjykimit. Si sot për nga meri sallem, awwalu ma ju hasibu bihin abdu jaumun qiyama as-salah in saluhat sairu amelihi. Thot për nga me thot, punë e parë për cilën robi ka mu gjikun ditën e gjykimit, thot është namazën, nëse atë e ka tamam, ketë punë tjera e ka tamam. Kretë provime tjera në matleta, provimi pranus kalot me namaz. A e kalove namazin, kërë i ki kalu këtë tjerat, këtë janë malet pastaj. Allah në përmisoft halin dhe gjendjen dhe në bëft nga ata që rahatohen me namaz. E jo që rahaton nga namazi kër e fale. Thot Allahu Azza wa Jalla, wa umli lahum inna kaydi matin. Wa umli lahum inna kaydi matin. Thot atin dhe jam të ju dhona afat. Jam të ju dhona afat, inna kaydi matin. Thot me të vërtet, dënimi jem ka me qeni fort metin për ata. Ata i pret dënim të fort. Dënim të fort. Ka me thonë dikush dhe shpesher ndëgjim këtë pyetje nga xhamatlit. Të na hoq, jo muslimant i bëjnë kufër Allahut, s'kan lënë haram pa e praktiku. Haramet më të këqija dhe më të rrezikshme që i ka përmend Allahu në Kur'an, të ata janë pjesë e ligjeve tymve dhe Allahu apet si shkatron ata. Allahu thotë wa umli lahum, unë atyve jam t'ju dhënë afat. Unë thot me lejnë teme, me dëshiren teme, va ka mundësu që edhe pak të rejnë, që edhe pak tjetojnë. Inë në kejdi metin, thot sepse me të vërtet, dënimi jem kur të vjen, është shumë i ashpërt. Kejt, është në përthim bukfal, i bjen hile. Por Allah Azza wa Jall nuk ban që cilësohet me emrin hilexhi.
Por se fjala hile vjen fi sifatil muqabala, vjen do të thotë si cilësi e plotësuese e Allahut azza wa jalla, cilësi që tregon fuqinë absolute të Zotit në krahasim dhe përballë hileve të krijesave. Sepse o muslimanët mendojnë se i bëjnë hile Allahut me dredhijat që i bëjnë ata. Allah azza wa jalla u avan me dijen këtë rast se ju që jetojni mos mendoni se jetojni shkaku i shkencës dhe teknologjisë që i keni arrit, apo fuqisë dhe peshës që i keni në tokë. Unë ju kumlon që mi jetu për mi ju sprovu juve që dënimi e mi ashpër për mi ju kaplu më fort. Kjo është kuptimi i plot i këtij ajeti me lejen e Allahut azza wa jalla. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Shoku i kohës e ndërprejmë në këtë ajet kuranor dhe vazhdojmë në javën e ardhshme. Lusë Allahun azza wa jall që ta përmirëson gjendjen e muslimanëve, që ta përmirëson gjendjen e besimtarëve kudo që janë, që të na bën nga ata besimtarë që janë hakikat, që Allahu azza wa jall në momentin kur do të kërkon prej neve të bëjmë sejdë, që të na bën nasib dhe të mundson që edhe ne të bëjmë sejdë, që të na pranojë namazin, që të na pranojë adhurimet, të na ruajë nga e keqja dhe të na bën të mundshme të bëjmë vetëm vepra të mira me të cilat është i kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.